Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirëmbrëma, kudo që na ndjeshni të nderuar shikues. Emisionin e sonëm do t'ja kushtojmë fundekrye. Fillimi mbarim muajit të shenjtë të Ramazanit, ku besimtarët islam kudo që janë në botë kanë muajin e tyre të dedikuar të agjerimit dhe të një lidhje të veçantë me Zotin. Kam ftuar imamin e xhamisë në Prishtinë, Labinot Maliqi, imamin e xhamisë Bedri Kamberi, një prej imamëve mjaft aktiv, i hapur për të komunikuar jo vetëm me besimtarët islam, por me çdo tjetër që mban komunikimin me edhe me komunitetin ndërkombëtar, me politikanët vendor, me çdo tjetër vjen të jetë një prej imamëve që përveç që ka punën e tij të komunikimit me besimtar, tu shfaq atyre dedikimet dhe interpretimet e veçanta kuranore, po ashtu kujdeset që gjithë ato të shkojnë në një qëllim të caktuar dhe të mos deformohen nga askush në këtë mjedis, po them, gjysmë të polarizuar. Faleminderit Imam Maliqi për kohën urime juve për muajin e shenjtë të Ramazanit, gjithë besimtarëve shqiptar kudo që ndodhen që po na ndjekin në këtë emision. Faleminderit shumë, miku im, për ftesën dhe është kënaqësi të jem mysafir juaj. Faleminderit. Imam Maliqi, cila është domethënia e vërtet e këtij muaji të shenjtë islam? Muaji Ramazan, siç dihet, është muaji zotriu i gjithë muajve tjerë. Dhe këtë përzgjedhje ka bërë vetë krijuesi i gjithësisë. Është muaj i dalluar, i veçuar dhe i përzgjedhur nga Zoti i Madhëruar për shkak të shumë begative që Zoti i ka përmbledhur brenda këtij muaji të bekuar. Në një prej citateve në Kur'an, Zoti i Madhëruar thotë, muaji Ramazanit është muaj në cilin ka filluar të zbritet Kurani. Dhe kjo ka një domethënie jashtëzakonisht të madhe. Pastaj, përveç se në këtë muaj të bekuar ka filluar të zbritet libri i Zotit, libri i fundit i dërguar nga Zoti tek profeti i fundit, profeti Muhammed, bekimet e Zotit qofshin për të, libër ky i cili i përmbledh gjithë librat e mëparshëm, të cilët Zoti i Madhëruar ua ka dërguar profetëve të mëparshëm para profetit Muhammed, bekimet e Zotit qofshin për të. Dhe në këtë Kur'an, në këtë libër të shenjtë, libër të Zotit, Zoti i Madhëruar e përmend se dhe na urdhëron të gjithë besimtarëve musliman. Dhe duke na thënë se agjërimi ju është bërë obligim. Ashtu siç ishte obligim edhe për ata që ishin para jush, në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Pra Zoti i Madhëruar nuk dëshiron që të na lë si krijesa më e mirë që ka krijuar mbi sipërfaqen e tokës, duke e bërë që çdo krijesë mbi sipërfaqen e tokës ja ka nënshtruar dhe vënë në dispozicion njerëzit, që t'i shërbejnë njerëzit. Dhe njeriu është krijesa më e përsosur që Zoti ka krijuar mbi sipërfaqen e tokës, më e mirë e krijuar ndonjëherë. Prandaj Zoti nuk dëshiron që neve të na lë të shkujdesur, të devijuar, që lidhja jonë të jetë e shkputur me atë i cili na ka dhënë jetën. Prandaj dëshiron që Zoti i Madhëruar të na shohë të devotshëm. Dhe një prej mënyrave që na bën të devotshëm dhe arrim devotshmërinë është edhe agjerimi. Agjerim ky jo vetëm duke qëndruar larg ushqimit dhe pijes, por me një fjalë agjerim me gjitha gjymtyrët e trupit, me gjithë qenjen. Për shkak se vetë Ramazani është një muaj që duhet të jetë reflektim shpirtëror, reflektim mendor, reflektim psikologjik, reflektim fizik, që njeriu të reflektoj me tërë qenien e tij dhe agjërimi ta bëj po ashtu me tërë qenien e tij. Dhe mbi gjitha ky muaj kërkon nga ne që të kemi disiplinë mendore, disiplinë shpirtërore dhe të jemi të kujdesur në çdo aspekt dhe në çdo hap që e hedhim. Zoti Maliqi, është një muaj siç shpjegohet në kapituj të veçantë kuranor, një muaj dedikimit, një muaj përkushtimit të fokusuar me Zotin,
me krijuesin ton. Si manifestohet të një besimtar ky muaj? Çfarë ndikimi ka të një besimtar ky muaj? Ose të një njeri që mund të mos jetë praktikues i besimit, por që ky muaj ka kuptimin e mirë fillt të ndikoj tek një lidhje, të një dedikim për kushtim më i madh me Zotin. Natyrisht, sikur secili adhurim që ja bëjmë Zotit madhëruar, që ndikon së pari që të afrohemi me Zotin, adhurimi ndaj Zotit ndikon që edhe raporti me krijesat të përmirësohet, të jetë më i afërt, më i përzemërt. Natyrisht një prej ndikuesve më të mëdhenj që ta forsoj raportin edhe me krijesat është edhe adhurimi që ja bëjmë Zotit nëpërmjet agjërimit. Pra në këtë muaj, në asnjë muaj të vitit nuk shohim më shumë se sa në këtë muaj ku besimtarët janë solidar. Për shembull, vetëm në xhaminë tonë, ne edhe pse çdo muaj shpërndajmë pak ushqimore, së paku 40 deri në 80 familje në 11 muajt e tjerë të vitit, në Ramazan çdo muaj shpërndajmë pak ushqimore. Dhe natyrisht këto gjitha janë kontribute nga besimtarët musliman shqiptar. Dhe për cilët edhe i falenderojmë për gjithë këtë bamirësi që japin, por agjërimi Zoti i shpërbleft. Amen. Por agjërimi si mjet për të adhuruar Zotin dhe për ta zbatuar urdhrin e tij, natyrisht se është shumë ndikues edhe në aspektin shpirtëror, edhe në aspektin psikologjik, mos flasim edhe për dobitë shëndetësore që edhe vetë mjekësia i ka potencuar, që janë të shumta. Pra, edhe vetë agjërimi si adhurim që e bëjmë, nga syfyri deri në iftar, përmendet ashtu kushtimisht është një operacion pabrisk, që ndikon jashtëzakonisht shumë edhe në rigjenerimin e trupit, në freskimin e mendjes, në ndryshimin e shpirtit, si dhe në shumë aspekte tjera shëndetësore. Por mbi gjitha i lidh njerëzit më shumë edhe në mes vete, sepse njeriu sa më shumë që mban komunikimin me bazën, me atë prej ku ka ardhur, me Zotin e tij, si me thonë, edhe raporti me krijesat është më i natyrshëm, më i përzemërt, më i afërt, më, si me thonë, më i sinqert. Ku, si me thonë, largohet ajo ndjenja që vetëm për interes të afrohemi me njëri tjetrin, të duhemi me njëri tjetrin, të bashkëpunojmë me njëri tjetrin, po nuk ka interes më të mirë. Një muaj që lidh imam mbase njerëz shpirtërisht më shumë mes veti. Absolutisht. Sepse bota dhe Kosova si pjesë e botës natyrisht që ka mëkatar të shumë, por këtë muaj mbase është një thirrje kolektive që të pushojnë mëkatet. Keni edhe ju si imam rolin tuaj të rëndësishëm jo vetëm këtë muaj gjatë tërë vitit, por është një muaj me dedikim i fokusuar që të pushojnë mëkatet, të krijohet një lidhje më e sinqertë me Zotin dhe që t'ju shërbejë dhe matutje imam kjo lidhje, që të heqin dorë nga mëkatet, sepse mes tjerash një prej postulateve të besimit islam edhe kjo, që të njerëz të duan paqen, të jenë të lidhur me Zotin më shumë e tjera. Kënë qenë e dobishme. Shumë e vërtet, Indrum, si me thonë një prej thënieve të profetit Muhammed, bekimet e Zotit qofshin për të, thotë kush e agjeron në Ramazanin me besim të plot dhe me shpresë në Zotin e madhëruar, padyshim se do t'i falen mëkatet e të kaluara. Pra mëkatet e vogla, se për mëkatet e mëdha kërkohet pendesë sinqert, apo që si kemi bërë dëm dikujt, duhet t'i kërkojmë ndjes atij, apo po që si kemi marrë diçka padrejtësisht, duhet t'ia kthejmë e kështu me radhë. Por kur flet për mëkatet e vogla, të cilat Zoti i madhëruar i fal për shkak të agjerimit, për shkak të këtij adhurimi të madh. Dhe se sa e rëndësishme është kjo shtyllë e besimit ton, pra agjerimi, flet shumë edhe që një prej 8 dyerve të xhenetit që Zoti i madhëruar i ka bërë të mundshme që besimtarët të hyjnë nëpërmjet tyre, është edhe një derë që Zoti e ka quajtur dera Rayyan, derë ku në të, përmes saj në xhenet, do të hyjnë vetëm ata që kanë agjëruar. Lutim Zotin që të na mundsoj të jemi prej tyre dhe të na mundsoj të hapet kjo derë për neve që të hyjmë në xhenetin që Zoti ka përgatitur për krijesat e tij. Natyrisht që
Gjithë njerëzit janë gabimtar, nderuar, por më i miri prej secilit prej neve është ai i cili pendohet për të kaluarën dhe mundohet që pjesën e mbetur të jetës ta mbush me vepra të mira, ta mbush me fjalë të mira, ta mbush me vetmohem, me durim, me sinqeritet, me një të mirë. Për shkak se jeta është shumë e shkurtër dhe njeriu është pengë e asaj që e vepron, pengë e asaj që e flet. Për atë edhe ditën kur do dalim para Zotit, ditën e llogarisë, do t'japim llogari me të vërtetë për gjithçka që kemi bërë në jetën e kësaj bote, sepse do të ishte mëshirë për të padrejtit, sikur të përfundonte gjithçka me vdekje, dhe do të ishte padrejtësi për njerëzit e mirë, sikur të përfundonte gjithçka me vdekje, por Zoti është i drejtë dhe natyrisht se nuk e ka lënë me kaq, e ka bërë që secili të llogaritet të ketë mundësinë të kërkoj falje, mbase të ketë mundësinë të jap vetes një drejtim tjetër në jetë nëpërmjet jush si imam që predikoni besimin e vlerësuar islamik kështu me radhë. Edhe ky muaj ka periudhën e vet të rëndësishme që ju të kontriboni, sepse Kosova është shtet laik natyrisht. Shteti ka instrumentat e tij që të vënë zbatim për ndëshkuar këdo që shkel ligjin, por ju keni rol pashtu të rëndësishëm, imam Maliqi, që keni kontributor të rëndësishëm që shoqërinë ta drejtoni drejt një mjedisi ku ajo të braktisë involvimin në situatat nga më ndryshme që mund të jenë edhe antiligjore, prandaj edhe këtu keni rol të dobishëm paralel siç kanë shkollat e kështu me radhë. E keni ndje këtë rol, imam? Që keni pas rezultat të komuniteti aty ku predikoni natyrisht në xhamin e respektuar Bedri Kamberi, që pret shumë vizitor, shumë ambasador, ushtarak amerikan e tjerë. Shoqënia jonë është edhe ashtu e vogël, edhe pse populli shqiptar, kombi shqiptar është shumë i madh. Fatkeqësia apo fatmirësia jonë që kufizohemi me slav duhet na bëj që të jemi më të unifikuar me njëri tjetrin, më të afërt me njëri tjetrin, pavarësisht dallimeve që mundemi me i pas, pavarësisht diversitetit, sepse prej se ekziston njerëzimi ka pasur diversitet dhe do të ketë gjithmonë. Diversiteti është vlerë e Zotit në tokë. Kush mendon apo provon që bindjen e tij, besimin e tij, të menduarit e tij ta imponojë tek të tjerët gabon shumë, sepse edhe nuk mund ta arrijë dhe nuk është e kërkuar nga askush, qoftë nga besimtarët e besimit islam, qoftë nga kushdo. Për shkak se kështu Zoti ka dashur që të ketë diversitet mendimesh, besimesh, njeriu të lihet i lirë që ta gjejë të vërtetën, ta zgjedhë rrugën që ai dëshiron dhe mendon që është më e mirë. Por ky muaj i bekuar është me vërtet një muaj kur besimtarët duhet të reflektojnë tek vetja e tyre, që të përmirësohen. Secili prej nesh kem diçka që duhet ta bëjmë më mirë. Duhet ta përmirësojmë vetveten tonë. Asnjëri prej neve nuk jemi të përshtatshëm. Prandaj nuk ka më mirë se në këtë muaj kur edhe vetë lutjet tona janë më të pranueshme se sa jashtë Ramazanit. Ashtu thotë edhe vetë profeti Muhammed, bekimet e Zotit qofshin për të, që lutja e agjëruesit tek Zoti nuk kthehet mbrapa. Prandaj nuk ka moment më të mirë, nuk ka kohë më të duhur për besimtarët musliman që ta shfrytëzojnë këtë momentum, ta quaj ashtu, që t'i drejtohen Zotit me lutje për nevojat e tyre, qofshin shpirtërore, qofshin familjare, qofshin kombëtare, qofshin shoqërore. Nga se Zoti është i gjallë dhe i cili ndëgjon lutjet tona, i sheh nevojat tona. Ai e din nevojën tonë, por njeriu duhet ta shfaq para Zotit, duhet t'ja kërkoj Zotit atë cilën i mungon, atë cilën synon ta arrijë e kështu me radhë. Prandaj është moment që duhet lutemi shumë për unifikim, lutemi shumë për bashkim, për unitet, për udhëzim të Zotit madhëruar, sepse edhe dinamika e jetës është asisoj që po që se na mungon udhëzimi i Zotit, në të vërtetë nëse ai nuk na udhëzon dhe nuk na ruan, kush mund ta bëj këtë përpas tij? Sakt, imam. Përpara se të lindin besimet monoteiste
abrahamike, bota jetonte në një habitat mizorish, krimesh të pafundme. Dhe që prej atëherë, besimet abrahamike kanë pasur të rëndësishëm që ndikojnë që shoqëria braktis krimin, braktis mizorit, duke krijuar afërsi, dedikim, përkushtim me Zotin. Që thot profeti Muhammed për këtë muaj shumë të rëndësishëm të agjerimit, për ata besimtar, për këdo që mund të jetë jashtë një kursi normal të jetës. Në ajete kuranore, ndonjë citim të tij të veçantë nga gjitha ajo eksperiencë që ka pasur profeti. Natyrisht, njerëzimi ka kaluar në për etapa të ndryshme dhe një prej nevojave që njeriu i ka është edhe nevoja shpirtërore, që duhet ta përmbush këtë nevojë dhe nuk mund ta ushqen apo përmbush këtë nevojë përveç se besimi dhe adhurimi ndaj atij i cili na ka dhënë shpirtin, na ka dhënë jetën. Përndryshe me çka do që mundohemi ta mbushim këtë bërshllëk, nuk arrim ta mbushim dot, por edhe mënyrën se cilit Zot i drejtohemi, edhe kjo pastaj ka shumë rëndësi, se e mbush që ajo lidhje shpirtërore, nevojën tonë shpirtërore, apo jo, pastaj kjo, si me thonë, duhet qartësohet. Dhe që Zoti i Madhëruar të mos ta lënë njeriu në humbje, në errësirë, t'ia lë shpirtin bosh pa ushqimin e vet. Zoti ka dërguar profet, që njerëzit mos mbesin në errësirë. Dhe profetët kanë qenë lajmëtarët e Zotit, ata cilët e kanë përcjell mesazhin e Zotit, e kanë përcjell manualin hynor të Zotit Madhëruar, dedikuar neve si krijesat e Tij. Që të na tregoj Zoti se cila është e mirë dhe çfarë është e keqe, çka bën dhe çka nuk bën, çka është e lejuar për ne dhe çfarë nuk është e lejuar për ne. Dhe Zoti i Madhëruar, siç e shohim edhe në Kur'an, kur nuk ka lejuar diçka që na bën dëm, dhe kur nuk ka ndaluar diçka që na bën dobi. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse Zoti, ai i cili na ka krijuar dhe ne jemi gjithë krijesat e Tij pa dallim, ai është krijuesi i botrave, krijuesi çdo gjëje, ai na do të mirën më shumë se sa ne vetes. Ai na don neve më shumë se sa që ne e dojmë veten tonë. Dhe askush nuk mund të na mësoj rrugët e jetës, dhe çfarë është e mirë dhe çfarë është e keqe, më shumë dhe më kompetent se sa vetë Zoti i Madhëruar, ai i cili na ka bërë të jetojmë. Prandaj kështu Zoti ka bërë që nëpërmjet profetëve të Tij, të dërguarve të Tij, ne ta mësojmë rrugën e drejtë, përveç mënyrën si ta bëjmë jetën, duke aplikuar drejtësi, duke aplikuar solidaritet, duke aplikuar dashuri vllazërore, prindërore, duke aplikuar dashuri farefisnore, shoqërore, kështu me radhë, duke i nxit krijesat që nuk e ka, siç thot profeti Muhammed në një hadith, thotë nuk e ka besimin e plot ai i cili nuk ja dëshiron vllaut vet mirën siç ja dëshiron vetes. Pra jo më pak se vetes, kur ja dëshirojmë dikujt të mirën, duhet ja dëshirojmë si vetes. Prandaj çdo herë kur mendojmë për tjetrin, duhet ta vendosim dorën në zemër. Një thonje ka Adem Demaçi, Zoti e mëshiroft shumë çmuar. I ndjeri pasatën, po nderi kombit. E ka një thonje shumë çmueshme, një prej thonjeve të çmueshme, sepse ai është krejt i çmueshëm. Këtë historia e tij është çmuar dhe duhet ruhet me fanatizëm në historinë tonë, kombëtare, jo vetëm në Kosovë, por duhet gjithë kombi mbar ta njohë historinë dhe jetën e tij. Thotë që njeriu kur të mendon për tjetrin, duhet ta vendos dorën në zemër, sepse e mendon, a dëshiroj me ma bo dikush këto që unë po mendoj për tjetrin, dëshiroj apo nuk dëshiroj, sepse zemra nuk gënjen. A kur e mos e vendos të dorën në mendje kur mendon për tjetrin, sepse truri kalkulon gjithmonë nonën tone, edhe nëse ai ka drejt, dhe mund t'i bësh dëm pa drejtësi atij, por gjithmonë kur mendon për tjetrin, vendos dorën në zemër, e zemra është e sinqert, edhe ka ndjeshmëri, edhe qysh
çka dën për vete, fillon me dashur edhe për tjetrin. Thotë kur mendon për vete, thotë atëherë vendose dorën në mendjen tonë, në kokën tonë, sepse truri gjithmonë të mbështet ty, është në favorin tënë, edhe të përkrah. Natyrisht është edhe një thënie që pak a shumë e ngjashme Imam Maliqi në mjedisin tonë kulturor shqiptar, po thonja vjetër e moçme që ka trashëgimi të rënje të një përvojë gjatë. Mos i bëj dikujt asnjë gjë që s'kishe dashur për veti me ta bë dikush. Është vërtet. Po është thonja jone e çmueshme. E prandaj gjitha këto kanë edhe historikun e interpretimit edhe nga librat e shenjtë, edhe nga Kurani, nga ajo përvojë mbase njerëzore që e thash edhe më herët që po nuk pati rregull, po nuk pati rande, ligje, po nuk pati udhëzime të qarta që shkojnë në vend edhe nga jo si klerik mbas njerëzimi do të ishte në trazira. Prandaj thash e keni rëndësinë edhe ju si imam, krahas shtetit ligjor, krahas shkollave, dhe mënyra se si ligjeroni ka peshë të jashtëzakonshme, imam, për ta injektu, për ta detoksinu shpirtin, ato rrejte që mbase ekziston midis njerëzve. Njerëzit synojnë që të arrijnë lumturinë, paqen me vetveten, me shoqërinë, të arrijnë sukses, të arrijnë një rehati. E kërkojnë dikun tjetër, kurse krejt këto janë në dorë dikujt tjetër. Prandaj adresa gjithmonë duhet të jetë e qartë për njeriu, që kur të kërkon diçka duhet t'i adresohet atij i cili në dorën e tij është suksesi që ti po e synon, lumturia që ti po e kërkon, rehatia që ti po e ndron. Dhe ndoshta e ka vendin me përmend një thonje, një pjesë, një shkrim që e përmendi tani së fundmi Elon Musk, që tha se kush ka thonë se lumturia blihet me parë, pas ka ditë diçka. Sakt, po. Do me thonë, nuk mund blihet me parë lumturia. Lumturia është ajo, shpesh i shohim ata që kanë më pak janë më të lumtur se ata që kanë shumë. Mbase ka brim shpirtënor, një lidhje që mund të jetë mistike me atë që quajmë Zot. Lumturia është atëherë kur njeriu arrin të kënaqet me ato që e ka, është falendërues ndaj Zotit dhe punon edhe për më shumë, por është i lumtur për ata që e ka, ata që e posedon. Për atë edhe vetë profeti Muhammed, bekimet e Zotit qofshin për të thotë, mos e shikoni ata që kanë më shumë se ju. Uleni shikimin ndaj mirësive që Zoti ka dhënë dikujt më shumë se ju, sepse Zoti jep kujt don çka don dhe privon nga mirësitë e tij prap këndo që dëshiron. Thotë, mos e shikoni ata që kanë më shumë se ju, sepse në këtë mënyrë kjo krijon një stabilitet shpirtëror, mendor dhe bëni edhe mos mirënjohës ndaj të mirave që i posedoni nuk po i shihni. Thotë po shikoni që dorë nga lakmia në mënyrë. Por shikoni ata që kanë më pak se ju në çdo aspekt, në aspektin e pasurisë, në aspektin e shëndetit, në aspektin e familjes, në aspektin e qenurit i ditën. Këtë këto janë vlera. Këtë këto, pra kur e shohim se të tjerët ata që kanë më pak se na janë më shumë se ata që kanë më shumë se ne. Prandaj kur i shohim se njerëzit që kanë më pak se ne, dhe ne tani që i kemi aktivitetet e vazhdueshme gjatë tërë vitit edhe me ndihmë ushqimore, në rastisht të shohim me sytë tonë shumë njerëz që themi në shekullin 21 kemi kësi raste. Është pikëlluese për ju, imam, apo? Është pikëlluese, po kjo edhe na jep fosh në një forme se edhe na shton falënderimin ndaj Zotit, o Zot sa të mirat na ke dhënë. O Zot na ruaj që të mos bëhemi mos mirënjohës. Për shkak se shohim njerëz që nuk kanë asgjë para vetes, kanë shpresë për të jetuar. Shohim njerëz që kanë pasuri të mëdha dhe mendojnë vetvrasjen, dhe mendojnë gjëra të këqija për veten e tyre, e kështu me radhë. Pra, njerëzit natyrisht gjithmonë ka pasur, të varfër, të shëndetshëm, të sëmur, e kështu me radhë, por është shumë e shëndetshme sado që është emocionale dhe të lënë pa gjumë. Pamja që i sheh tek njerëzit që kanë më pak se ne, dhe në vendin tonë, ish mos të shkojmë në ndonjë shtet apo kontinent tjetër, në vendin tonë, kur i shohim se me sa smundje ballafaqohet një familje tjetër, smundje të pashërueshme,
në çfarë gjendje bëjnë gjumin, në çfarë gjendje ushqehen, çdo ditë, jo vetëm kur t'ju harxhohet rroga dhe mundohen që të misërrojnë siç thot populli me pak çka kanë mbet, por çdo ditë e tyre është e tillë. Kjo është e rënë, është godice për shpirtin, mendjen, emocionin ton, por t'jep edhe forcë në farë forme se kjo, si më thonë, njeriu duhet të sheh të tjerët se nganjëherë kur shoqënohesh vetëm me standardin cilin ti e bën, me njerëzit që kanë standardin tënd apo më lart dhe ka kohë që nuk ke parë drejt për drejt njerëz që hjekin shumë, kanë shumë nevoja, kanë shumë dhimbje, po edhe ka shumë prej tyre që edhe nuk i shfaqen, nuk i sheh kur as në ato tubimet kur mbledhin pak ushqimore, as në për rrjetet sociale duke kërkuar lëmosh, dhe janë mbyllën edhe askujt nuk ja shfaqen nevojën e tyre. Më të vërtetë kjo është e rënë, por si shoqëni dhe si popull solidar gjithmonë duhet të kemi shumë kujdes në këtë pikë, sepse edhe është kërkesë dhe është edhe një vërejtje që na jep profeti Muhammed, bekimet e Zotit qofshin për të, thotë nuk është besimtar, nuk e ka besimin e plot ai musliman i cili fle i ngopur ndërsa fëmijë i tij e ka barkun e zbrazur, është i uritur. Prandaj kjo është shumë është një lloj paralajmërimi për besimin ton, për lidhjen ton me Zotin, për sinqeritetin e lidhjes tonë me Zotin. Ta forconi më shumë solidaritetin, se gjithë kjo situatë, thatë Imam Ali që për ju është ndruar në vullnet mobilizimi për solidaritet, që është një prej parimeve të islame, që solidariteti midis njerëzve të mos muaj asnjëherë. Po ndërum, ne njerëzit e keni ndjerë këtë solidaritet si imam? Kjo, po që se nuk ndihet, është afat shkurte. Por kur e ndjen, si me thonë, kjo edhe të ushqen edhe dëshiron që t'jesh i vazhdueshëm në këtë rrugtim. Sepse nuk ka kënaqësi më të madhe se sa të bëhesh shkak që t'ja ndalësh lotin një njeriu që lëton vazhdimisht për shkak të nevojave të ndryshme. Dhe ne si njerëz duhet ta kujtojmë se dikujt mund t'i mbushet sofra, por ai i cili jep i mbushet zemra me dhënie. Edhe si më thonë, është edhe premtimi i Zotit, kush jep vetë se i shtohet e mira. Qoftë sadaka, lëmosh, qoftë zakatin për ata që kanë arritur një pasuri të caktuar vjetore dhe cilëve i obligohet zakati, Zoti ka premtuar për gjithë. Kushdo që i jep pasuri dhe ju ndihmon të tjerët, atyre vetë se Zoti ka për t'ia shtuar mirësitë e tina, pasurinë e tij. Prandaj kur ne ju ndihmojmë të tjerëve, nderuar, ju keni raste, po shihni edhe në emocion Imam Malitit, sepse njëri një qenje, çka do të qoftë, çka do që përfason për te prejardhjes që ka politike, sociale, kulturore, fetare, tjera, po shtot që po ndjeni në emocion, keni raste që ju keni ndihmuar shumë, ndoshta nevojtarëve, si rezultati edhe mbështetjes së njerëzve që mblidhen gjatë vitit mbase me ndihma, me pako. Keni raste për ju shonë në emocion që mbasi ju kujtojnë raste që i keni ndihmuar dhe ju kanë bërë të ndjeni edhe si imam, edhe si njeri mjaft mirë, i përmbushur. Ne kur ju ndihmojmë tjerëve, nderuam, e kem parasysh se nuk duhet fare më na interesuar është besimtar ajo. Madje edhe është shqiptar. Nevojtarëve tash po. Mjafton që është krijesë e Zotit dhe ka nevojë për ndihmë. Derisa ne dojmë krijuesin, duhet kem respekt dhe konsiderat edhe për krijesat e tij. Duhet kem solidaritet me krijesat e tij. Nuk është lidhje sinqert, dashnia për krijuesin, kurse mos t'i bëjmë, si më thonë, mos t'i marrim parasysh kërkesat, nevojat e krijesave të tina. Nëse ne jemi të kujdesshëm ndaj krijesave dhe e bëjmë këtë me sinqeritet, kjo flet shumë edhe për besimin tonë. Kur e kam pyetur profetin Muhammed, bekimet e Zotit qofshin për të, se cili njeriu është
më i dashur te Zoti, ka thonë ai cili është më i dobishëm. Më i dobishëm për shoqërinë, më i dobishëm për rrethin, më i dobishëm për vendin. Por kjo është krijesa më e dashur tek Zoti i madhëruar. Prandaj njeriu sa më i dobishëm që t'jetë, shpërblehet më shumë tek Zoti, për ata edhe xheneti, vendbanimi për hershëm parajsa, nuk është vetëm një vendbanim, është shkallë. Për ata njeriu sa më i dobishëm ngritet tek Zoti më lart, në shkallën më të lartë. Prandaj në shkallën më të lartë në xhenet janë profetët, janë dëshmorët, janë evlijat, janë njerëz cilët kanë qenë më të dobishëm për vendin e tyre, për shoqërinë e tyre. Me atë mundësi që e kanë pas. Prandaj më natyrisht që Zoti i madhruar në nxit që t'jemi bamirës. Duke diskutuar për vojat personale, do doja ndani në një rrëfim që mbase me herët nuk keni mundur ta bëni gjumin rahat nga ato rrëfime që kanë qenë të paimagjinueshme mbase për ju, zoti Maliqi, por që me përfshirjen tuaj ato rrëfime të kohën së kaluarës, ju keni ndihmuar thjesht njerëzve. Bëni gjumin rahat. Ka rëndë se kur ne vizitojmë familjet në shtëpinë e tyre dhe shohim diçka që nga njerë dhe në ndonjë pamje me inteligjencë artificiale nuk mundesh me kriju qasi pamje. Shumë tranë emocionale. Ku një familje tërë është sprovuar disa me ndresht, disa me kancer, disa me humbje të vetdijes, smundje të lloj-llojshme. Thuaj se jemi një repart ku ka smur të ndryshëm. Dhe ata janë brenda një shtëpie familjar, motër, vëlla e kështu me radhë. Dhe askush nuk është i gatshëm për punë. Ka raste kur na vinë në xhamin ton, po ashtu familjar, me familjarët e tyre që çalojnë në forma të ndryshme. Ka raste shumë të rana nana. Kush ju ka goditur më shumë? Cili rrëfim ju ka goditur më shumë? Ju ka prekur më shumë nëse e keni të tillë? Nanat me fëmijë autik më lëndojnë shumë. Ata e kanë mësroni. Po kjo jetë është sprovë. Për ata edhe duhet më bë të fort edhe me përballu. Nuk zgjat sprova shumë. Jeta është e shkurtër. Ata që bëjnë ndorim, natyrisht që do ta gjejnë te Zoti shpërblimin e madh. Pra dhe Zoti ka premtuar ata që bëjnë ndorim do ta kenë shpërblimin si më thonë, nuk mund ta mendosh shpërblimin që Zoti ka përgatitur për ata që bëjnë ndorim. Për ata dhe vetë ka përmend Zoti në Kur'an që edhe xheneti është krijuar për durimtarët. Allahu i don durimtarët. Allahu i don ata që bëjnë durim. Allahu është me durimtarin. Në këto raste nanat që kanë fëmijë autik, natyrisht edhe autizmi është lloje, nuk janë gjithë njësoj. Mirë po, ka raste kur vetëm nana përkujdeset për fëmijën e vet. Ka raste që bashkëshorti ka braktis. Ka raste kur edhe vetë bashkëshorti është i sëmur, nuk ka mundësi që t'i ndihmoj edhe pse zemra i çon. Këto raste ju prekin më shumë. Dhe si më thonë, brengën e shndërroni në solidaritet me besimtarët, me ata të dobishëm që mund të jenë për komunitetin, në mënyrë që tu ofroni për kujdesje me aq sa mundeni. Që është një prej shtyllave solidariteti, jemi në muajin e shejtë të agjërimit të Ramazanit. Vërtet. Natyrisht njerëzit që çalojnë në shoqëni të varfrit, të sëmurit, janë sprovë për të pasurit dhe për të shëndetshmit. Janë sprovë. Ata që çalojnë janë sprovë për njerëzit cilët, si me thonë, i kanë marrë hapat e jetës dhe nuk e kanë shqetësim shëndetin, pasurinë, por kanë ndrime, synime tjera në jetë. Natyrisht këta kanë përgjegjësi për të varfrit. Për atë çdo i pasur do të pyetet se si e ka fitu pasurinë dhe si e ka shpenzuar ato. Me atë pasuri ka përfituar dikush prej saj. A ka pas der vetëm që ta grumbulloj pasurinë dhe pastaj në shefin e merr me vete dhe asgjë më shumë, apo ai grumbullimi i pasurisë ka qenë
është mjet për të arritur një qëllim më të madh, që t'ju ndihmon të tjerëve. Dhe ka raste të familjeve që mund, për shembull, ka një telashe, nuk ka shtëpi, ja marrën një shtëpi dhe ju ka, si më thonë, nuk ka më telashe. Ka fëmijët po i rriten, nesër bëhen për punë dhe mund ta marrin veten, mund bëhen nesër shkak që t'ju ndihmojnë të tjerëve. Ka raste kur dikush ka mungesë financiare dhe e ndihmon për një kohë caktuar, mund t'ja paguash qeran e kështu me radhë. Dhe këto janë të përkohshme, nevoja të përkohshme. Por siç e përmenda, kur familjet sprovohen, nuk qëndrojnë mirë financiarisht dhe sprovohen me familjar, me fëmijë që kanë nevoja caktuara dhe duhet dedikim i veçantë. Ka raste ku prindi është i diplomuar, madje ka dhe ngritje, si më thonë, intelektuale, ka master, ka avancu, dhe është detyruar që qëndroj njëri prind me fëmijën gjatë tërë kohës. Dhe njëri prind punoj, dhe ajo një rrogë që mirret nga njëri prind, pastaj t'i mbuloj nevojat elementare për mbjetesë në atë familje. Mendoj që edhe në këtë pikë shteti duhet punoj më shumë, që njëri prind i cili kujdeset për fëmijën të ketë një të ardhur të majme, sepse gjithë ajo pothuajse shkon në shpenzime, në ilaçe, edhe ato që i marrin njerëzit me nevoja të caktuara nuk mjaftojnë për shpenzimet që ju duhen atyne. Mos flasim sa shpenzime në medikamente ju nevojiten atyre, por rastet janë shumëta. Ne jetojmë në Prishtinë dhe mendojmë se sikur në Prishtinë janë edhe pjesë tjera të Kosovës. Ka raste kur varfëria në vende rurale është shumë e skajshme dhe kjo duhet të jetë shqetësim për ne. Ka raste kur kanë mbetur nga një person familje dhe nuk kujdeset askush për ata persona. Dhe jam shumë mirënjohës që edhe shumë shoqata, organizata në vendin tonë mundohen në një forma tjetër të jenë dorë, si më thonë, ndihmës për këto familje, siç e kemi shoqatën e hetimeve të Ballkanit, Zarfi Mërgëmtarit, Karitasi, edhe shumë të tjera, të cilat mundohen në forma tjetër të ndihmojnë këtyre familjeve. Por mbi gjitha duhet primatin e ndihmës kryesor duhet ta ketë vetë shteti. Po. Është një muaj pa diskutim i rëndësishëm i adhurimit, i dedikimit, i lidhjes me Perëndin, me Zotin. Cilat janë, a keni orar të fokusuar specifik të këtyre ligjerimeve, të komunikimit me besimtarët në këtë muaj Imam Maliqës, sepse është një muaj ku reflektorët e gjithë xhamatit janë më shumë të fokusuar ka ju ndoshta. Nëse kam drejt, nuk e di. Ky muaj i bekuar është muaj që, si më thon, siç ta merret e freskon lidhjen mes besimtarëve dhe grumbullimin në xhami për kohë të caktuara të namazit është më theksuar dhe kjo, si më thonë, na ndihmon edhe neve që t'ua përkujtojmë gjëra që i dinë, t'i mësojmë besimtarë diçka që ata nuk e dinë, përveç ligjëratës së xhumas që e kemi të zakonshme dhe të rregull gjatë tërë vitit. Natyrisht tani në Ramazan e kemi edhe namazin e teravive, ku gjatë këtij namazi shkëmbejmë her pas here edhe ligjërime, këshilla, përkujtime për besimtarët. Dhe takimet me besimtarët gjatë këtij muaji janë më të rregullta, por mbi gjithë ajo që dominon këtë muaj është adhurimi ndaj Zotit, leximi i Kuranit, nga se siç e tham në fillim, në këtë muaj ka filluar të zbritet Kurani në natën e Kadrit, ashtu e përmend Zoti i Madhëruar, në natën e Kadrit ka filluar të zbritet Kurani. Pra është muaj përveç se i agjërimit dhe i devotshmërisë, është muaj i Kuranit, ku besimtarët mundohen që atë kohë të lirë dhe ta ndajnë shumë një pjesë të kohës gjatë ditës apo gjatë natës, duke lexuar librin e Zotit, dhe të mundohen që brenda këtij muaji së paku një herë ta lexojnë nga fillimi deri në fund librin e Zotit. Pra, jo vetëm ata që nuk e dinë, vetëm ata që e dinë ta lexojnë në gjuhën origjinale, por edhe pjesa tjetër që nuk din ta lexojë Kur'anin në gjuhën origjinale në cilën ka zbritur, e lexojnë në gjuhën shqipe, në gjuhën që e kuptojnë.
Për atë edhe është shumë e rëndësishme që Kurani të lexohet në gjuhën që e kupton, në mënyrë që të ketë efekt më të madh dhe ta dish se çfarë po lexosh, sepse qëllimi i Kuranit nuk është vetëm të lexohet, qëllimi i Kuranit është që ti marrim mesazhet e Zotit, ti përkujtojmë ato gjatë ditës, ti jetësojmë ato në jetën tonë. Një mesazh juaj si imam për çdo besimtar, kudo që është në trojet tona në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit. Mesazhi ynë është që njeriu duhet ta di qëllimin për çfarë është krijuar dhe këtë qëllim duhet t'ia kujtoj vetes çdo ditë. Ne jemi krijuar për ta adhuruar Zotin e madhëruar. Jemi krijuar që ta ndihmojmë njëri tjetrin, të shtojmë veprat e mira në jetën e kësaj bote. Atë çfarë bëjmë, ta bëjmë si duhet, ta përsosim. Diversitetin ta shohim si vlerë, kurse se diçka që na ndan apo përçon. Po gjithmonë si një vlerë që nuk na ndalon bashkëpunimin. Zoti i madhëruar kërkon nga ne, duke na thënë, dhe bashkëpunoni me secilin në punë të mira dhe në devotshmëri. Dhe mos bashkëpunoni me askën, qoftë edhe vllau yt. Mos bashkëpunoni në punë të këqija dhe armiqësi. Prandaj e lutem Zotin e madhëruar që të na bëj krijesa të dobishme, besimtar të devotshëm, të përkushtuar, të na bëj për atyre që mbushim jetën tonë me vepra të mira, me gjëra që me atë çfarë lëm pas të jetë shembull i mirë për pasardhësit tonë dhe të na ruaj neve, shoqërinë tonë, vendin tonë nga çdo e keq, nga çdo armik i brendshëm dhe jashtëm. Dhe në këtë frym ju si imam xhamie Bedri Kamberi në Prishtinë jeni një adresë e hapur për çdo. Shohim prezencë edhe jo vetëm të besimtarëve, po edhe të figurave ndryshme me ndikime mezhvetan ndërkombëtar, atyre me të cilët Kosova ka lëviz në kuptimsimin e lirisë të shtetit e kështu me radhë, duke që jeni një adresë e hapur për çdo imam Matiçi, atë jo vetëm për besimtarët që kryejnë rritet e tyre të zakonshme që komunikoni me ta, por edhe për figura tjera që jeni bënë një figurë e dashur dhe për ta e besuar. Siç populli shqiptar ka një thënie shumë të çmueshme, shtëpia jonë e shqiptarit i përket Zotit dhe mysafirit. Prandaj në fenë islame mysafiri ka një rëndësi shumë të madhe. Ai duhet të ndihet i sigurt, duhet të ndihet mirë, duhet të ndihet i respektuar e i veçantë. Prandaj ku ka mysafir më të mirë në vendin tonë, se sa ata të cilët janë bërë shkak për çlirimin tonë, për pavarësinë tonë, për paqen dhe sigurinë tonë. Dhe çlirimi jonë nuk ka ndodhur vetëm me largimin e aparatit shtetëror të Slobodan Miloševićit nga Kosova, me intervenimin e NATO-s dhe mezhvetan ndërkombëtar, në veçanti Shtetet Bashkuara të Amerikës, por ky çlirim dhe kjo siguri dhe paqe dhe harmoni është e garantuar çdo ditë me prezencën dhe përkrahjen e këtyre mezhve. Dhe unë lut Zotin që Zoti i madhëruar ta bëjë që ta kemi mbështetjen e tyre gjithmonë, edhe prezencën e tyre, sepse Zoti ka bërë shkak për gjitha këto mirësi që ne i kemi. Ne jemi gjithmonë të hapur edhe për të mirëprit, edhe për të bashkëpunuar, edhe çdo herë nuk është kur boll ose kur e mjaftueshme që t'ju themi faleminderit për gjithçka që keni bërë dhe për gjithçka që po bëni për vendin tonë. Përkraja e mezhvetan ndërkombëtar është shumë vitale dhe e rëndësishme për vendin tonë, jo vetëm për tashmë, por edhe për të ardhmen. Ne u bëm shtet, neve na njohen në shtetet më të fuqishme demokratike të botës. Dhe po vazhdojnë të na njohin, po vazhdojnë të na përkrahin. Dhe kjo është një mirësi e madhe, cilën ne duhet jemi mirënjohës, ne duhet jemi falënderues, ne duhet ta vlerësojmë dhe ta ruajmë këtë miqësi me çdo çmim. Për shkak se, siç e tham, ne kufizojmë me vendet slave po rreth dhe Zoti na ruajt, po që se sprovohemi me ndonjë tërheqje apo zbehje të mbështetjes së këtyre vendeve mike dhe aleate të vendit tonë,
si me thonë, ekzistenca e shtetit tonë pastaj është pikpyetje. Për shkak se, siç e dim, dominimi dhe interesimi për ta ripushtuar vendin tonë nga sllavët që i kemi përreth është gjithmonë aktive, kur nuk pushon. Prandaj ne këtë duhet ta kemi gjithmonë qartë, por mbi gjitha të jemi gjithmonë bashkëpunues me aleatë tonë. Dhe jeni falendërues se mirënjohës thuaj se çdo herë edhe në ligjërimet që bëni imam, edhe ndaj dëshmorë, ndaj luftës, që në një procesi edhe një padrejësie të paparë që ndodh në Tribunal Hage, me gjithë vullnetin që pat Kosova, natyrisht të mos i ikë drejtësisë, po duket që ky proces që është në fund ka alarmuar gjithë shqiptarët, kudo që janë edhe ju si klerik për një padrejësi, për atë që bën shqiptarët nga zori ka pronarët, bën luftën për të përzënë tiraninë e Miloševićit dhe duket një proces, është një përshtypje kolektive, një bindje kolektive, është një proces i padrejtë, imam edhe ju keni qenë të përfshirë, edhe në ligjërimin kur i referoni historisë, gjitha asaj sakrificat që bëri dhe luftat që bëri UÇK-ja, populli i Kosovës e kështu me radhë. Bashkia Islame e Kosovës së fund me shumë të drejtë dhe ishte shumë e nevojshme dhe për të lavdëruar edhe pse ne vetëm se e kryem atë çfarë duhet ta kryem. Pra bëm thirrje që ta përkrahim moshin e fundit për ish-krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilët po gjykohen padrejtisht për një luftë të drejtë, për një luftë të pastërt, të cilën e kanë bërë dhe do ta bënim secili prej nesh. Edhe pse kam qenë i ri atëherë më kam bërë shumë merak, por do ta bëja të njëjtën çfarë kanë bërë ata burrat mëdhej. Në kohën më të duhur kanë dhënë gjën më të çmuar nga vetja atyre. Prandaj unë uroj që ata sa më shpejt, sa më parë të jetë mundur të lirohen dhe të kthehen në gjirin e tyre familjar, në mesin tonë. Dhe të mos njolloset emblema, emërtimi, të mos njolloset, si me thonë, Kryemëritja, lufta, po. Lufta që është bërë dhe cila ka qenë ka buruar nga vetë qytetarët, nga populli, nuk ka qenë me ndonjë dekret, me ndonjë urdhër, por ka buruar nga vetë populli, për shkak se më ushterën të gjitha mundësit për ta ndalur gjenocidin e tyre, për ta ndalur atë padrejtësi të skajshme që ushtronte Miloševići mbi shqiptarët dhe muslimanët, jo vetëm në Kosovë, por edhe më tej. Prandaj lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës filloi nga komandanti Adem Jashari, Zoti e mëshiroj, dhe përfundoi me Wesley Clark. Ishte një luftë fatmirësisht nuk zgjati shumë, duke parë se sot luftrat po zgjasin me vite. Por ishte një luftë e drejtë, e pastërt, për të cilën meritojnë dekorata ushtarët tanë, komandantët tanë, udhëheqësit tanë, krerët e kësaj lufte. Ata cilët duhet gjykohen janë ata cilët sot jetojnë të lirë dhe shëtisin nëpër Beograd. Ata duhet gjykohen, ata duhet dënohen. Por Zoti i madhruar është i drejtë dhe xhehenemin e ka përgatitur për të tillët, për zullumçar, për të kriminalët, për ata që derdhin gjak mbi tokë padrejtisht. Prandaj drejtësia e Zotit, tani pse mund të ikin drejtësisë së kësaj bote, nuk mund të ikin kurrë ballafaqimit me Zotin e tyre, ballafaqimit me Krijuesin e gjithësisë. Do të japin llogari për çdo shqetësim, për çdo gjak, për çdo pikë gjaku, për çdo vrasje, për çdo dhunim e përdhunim që kanë shkaktuar në shoqërinë tonë, ata kriminal. Prandaj e lu Zotin që t'i shpërblej të gjithë ata që kanë dhënë sadopak kontribut në kohën më të duhur kur është nevojitur që populli ynë ta merr në dorën e tyre. Fatin në duart e tij, më në fund nga zori, po. Do toja imam dhe në fund një lutje televizive, si do ta bëje rëndomt në xhami. Për çka sot ka nevojë bota në këtë muaj të shenjtë Ramazanit, mbase në realitetin tonë kosovar ka më shumë nevojë për paqe midis politikanëve, që të mos shkaktojnë telashe të ndryshme dhe jo vetëm për politikanët, por keni lirinë natyrisht për ta bërë një lutje, dhe do doja një lutje për një lutje në këtë muaj të adhurimit të Ramazanit. Nevoja më e madhe e njeriut është për Zotin e vet.
Ne kemi 5 kohë namazit dhe shpesh nuk na mjaftojnë, nuk na ushqejnë mjaftueshëm shpirtin, sepse nevoja është shumë e madhe për Zotin. Prandaj e lut Zotin e madhëruar që të na udhëzoj secilin prej nesh. Na udhëzoj në rrugën e tij, në rrugën që na çojnë tek Zoti, në rrugën që i kontribuojnë unitetit ton, rehatisë ton, stabilitetit ton, edhe individual, edhe familjar, edhe shoqëror, edhe shtetëror e kombëtar. Për shkak se lut Zotin që të na largoj kajtjen e madhe, unin e madh, siç thot populli. Për shkak se kjo po i prish njerëzit. Edhe gjithmonë i ka prish dhe do t'i prish. Kur është interesi i përgjithshëm, interesin personal duhet me shkel me dy kam. Nëse shoqni, nëse individ, nëse kryefamiljar, nëse udhëhec të cili do institucion. Lakmia është shumë e rrezikshme. Prandaj e lut Zotin e madhëruar që të na bëj të përmbajtshëm ashtu siç ky muaj i bekuar Ramazan kërkon që të përmbahemi. Të përmbahemi dhe të kemi disiplinë të gjuhës, të zemrës, të mendjes. Të mendojmë para se të flasim, të mendojmë dhe të analizojmë para se të veprojmë. Mos t'ja dëshirojmë të tjetrit atë çfarë nuk ja dëshirojmë për veten tonë, por gjithmonë t'ja dëshirojmë tjetrit atë që dëshirojmë për veten. Dhe është i lutje mbi principet e një morali, po them ashtu, të ideuar, të ligjeruar dhe nga Korani, famlart, libri shenjtë, po edhe nga libra tjerë ku predikohet një paqe më shumë, një detoksinim i mendjes së njerëzve, i asaj prirje për lakmie kështu me radhë. Unë të falenderoj Mama Liqi për prezencën në këtë emision, të fokusuar vetëm për rëndësinë që ka ky muaj të besimtarët, mjedisin tonë, cila o gjendja kështu me radhë, lutjet që i bëni, situatën që e paraqitet dhe edhe njëherë ju dëshiroj ju gjithë besimtarëve agjerim të lehtë dhe të pranuar te Zoti. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë i nderuar. Unë ndiva shumë i nderuar dhe i respektuar me qenë mysafiri juaj. Zoti trujtë të shpërbleft. Lutem. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.